Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Ky emision quhet Mendon Ndryshe nga unë Kedi Preza. Jemi 4 herë në javë aktivisht të kanali YouTube-it Okult Podcast. Para se të mund të fillojmë, desha të bëj një falënderim për sponsorët që e bëjnë të mundur këtë emision, në veçanti ujin Lajthiza, uji më i mirë në treg. Bashkë me këto, që ju sugjeroj shumë të provoni, janë kanaçe të reja që janë bërë por nga uji Lajthiza me shije të ndryshme, janë super, janë shumë freskuese, ju sugjeroj shumë ta provoni. Faleminderit që na mbështesni. Falenderoj gjithashtu kompaninë e siguracioneve Alpsig, që janë prej mbi 20 vitesh përvojë në treg, të fokusuar në ofrimin e zgjedhjeve të besueshme për individ dhe biznese, ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Faleminderit që na mbështesni. Sot unë kam përgatitur një plan në cilin ju ftoj të gjithëve. Është një plan se si do i bëjmë gjithë botën budallëj. Është një plan me 3 hapa. Qofse doni, mund ta shikoni, nëse doni, pastaj mund të më kontaktoni dhe ta vëmë zbatim planin bashkë. Sigurisht nëse s'e kanë vu deri tani. Hapi i parë quhet gjuha lehtësuese. Është një nga gjërat më të rëndësishme, një nga gjërat që duket si më pa vlerë, që po ndodh tani, më pa rëndësi, por është diçka që ndryshon vetë mënyrën se si mendojnë njerëzit brenda mendjes tyre. Gjuha lehtësuese, që është gjuha e televizionit, gjuha e lajmeve, gjuha e politikanëve, domethënë mund ta quheni. Unë do e quaja mungesa e brutalitetit. Është gjuhë që mungon brutaliteti ose njerëzilliku brenda, dhe mungesa e brutalitetit domethënë mungesa e të vërtetës, sepse e vërteta është zakonisht brutale, të vjen zor t'ia thush tjetrit. Kështu që po flasim rrena, po flasim me mungesë të vërtetash. Hajde flasim për gjëra serioze, jo seriozisht. Një shembull perfekt është në vend që të thotë shefi për shkakun që nuk ka rrogë këtë muaj, jam keq nga lekët këtë muaj, do të vonoj rrogën, të thotë që jam në një situatë likuiditeti inkonsistente. Dhe tash ngjan shumë më formale, shumë më zyrtare, shumë më kollare, kur ta tha, masa mund ta lejosh të shkojë. Domethënë, masa ti nuk do thush gjë. Ka një përqindje më të madhe që ti mund të mos thush gjë në kundër shefit, ti kërkosh rrogën. Nëse do ta thotë në mënyrë brutale, do i përgjigjesh edhe ti brutalisht. Tash nuk mundesh. Diçka serioze sapo e let kaloj në një mënyrë jo serioze, megjithëse është e njëjta gjë që po quhet ndryshe. Ky shembull kaq brutal, domethënë kaq banal, kaq e thjesht, një situatë punëtor shef aplikohet në lajme dhe në situata mbarbotrore, në geopolitik mbarbotrore, domethënë. Para 5 vitesh, 6 vitesh doren lajmet që Rusia pushtoi Ukrainën, po pushton Ukrainën. Kështu është mënyra si e shprehin gjitha lajmet e gjithë botës. Por kur ndodh diçka tjetër 5 vite më vonë që Izraeli do të pushtojë një pjesë të Gazës ose pjesën e mbetur ose një pjesë të Lebanonit, aty nuk e quajnë pushtim, e quajnë aneksim. E quajnë ndërhyrje të trupave, megjithëse është e njëjta gjë. I tuf nga burrat e mi, po shkojnë te toka e burrave tu. Pushtim. Por këtë të dytën nuk do e quajmë pushtim. Mase nuk e keni vure, këto lehtësime i bëjnë lajmet. Mund të shihni lajmet e kaluara, domethënë 2 vite, 1 ose 2 vite më parë. Dhe do i shihni që kështu janë mënyra si shprehen, edhe lajme shqiptare, megjithëse po ndodhet njëjta gjë. Për Rusinë dhe për Izraelin ju kanë folur ndryshe. Amerika është e bukur fare, Amerika e quajnë çlirim. Domethënë e quajnë ndërhyrje në të trupave amerikanë në Venezuelë për të rrëmby presidentin e një shteti tjetër dhe për të ndërhyrë egër në zgjedhjet edhe në situatën politike të një shteti tjetër që ja kanë ndaluar me ligj amerikan. Po e bëjmë këtë gjë gjithsesi, po fusim trupat tanë të shtetit tjetër për të rrëmby presidentin, por do e quajmë çlirim. Nuk do e quajmë pushtim. Kjo është mënyra si shprehen. Kjo është sa fuqi kanë në dorë me këtë gjë që quhet gjuha lehtësuese. Edhe kur zgjedhin vetë se ku do e përdorin dhe ku do e brutalizojnë, në vend që ta lehtësojnë, njëjtën situatë. Dikush vret një zyrtar dhe lajmet do e nxjerrin që vrau një zyrtar, por nëse një zyrtar jep urdhër që të vritet një person, ata e quajnë u neutralizua ai personi. Megjithëse është e njëjta gjë. Kupton çfarë do të them? Vrasësit në Izrael, ose domethënë ushtarët vrasës në Izrael që çohen për pushtim, i quajnë komando. Edhe ashtu quhen dhe amerikanët, i quajnë marinsa. Domethënë megjithëse janë vrasës ushtar me qëllime pushtimi. Por të njëjtit persona, komandot nga Arabia ose Iraku ose Afganistani që u bë pushtimi amerikan dikur, para 20 vitesh sa kanë kalu, ato u quajtën terrorist. Megjithëse duhet i quajmë komando ose të gjithë vrasës, jo, i quajmë terrorist, i quajmë diçka tjetër. Është një fenomen që ndodh në luftë, në fushë betejë që quhet fikje truri. Domethënë kështu mund ta quajmë. Mënyra më e mirë dhe më brutale është ta quajmë fikje truri, nga mbi doza e stresit që i ndodh ushtarëve, nga fakti që po të fluturojnë plumba dhe predha dhe bërtitje nga të gjitha drejtimet, domethënë ana zhveshjet sipër kokës, kalon në shok. Dhe vjen një moment që ushtari me siguri mendon se o ka vdek ose do vdes së shpejti, ndalon së dhënri përgjigje, ndalon së reaguari, reagon çuditshëm. Këtë quhen shell shock dikur, dhe pastaj u kthy në debulesë lufte. E quajtën të njëjtin fenomen debulesë. Unë do thoje që këti në qoftë se e lexon në një libër historik dhe të vjen momenti me shku vetë në luftë pastaj, ti nuk e di çfarë të pret.
Në kalimin e kohës e bën post-traumatic stress disorder, e bën me 4 fjalë, domethënë. Stres shkaktuar nga traumat më përparshme. Stres nga traumat e më përparshme është gjithçka që ndodh në jetën tënde. Po pse, njëjta gjë është me të kalu plumbi sipërveshit? Ajo që do të them unë është që kjo rrit shanset që ti të shkosh si budallaj, shanse më të larta me shku si budallaj në luftë, sepse ti nuk e di çfarë të pret atje, thjesht sepse kanë qujtë të njëjtin fenomen ndryshe. Kjo të bën të dush me shku në luftë mose. Domethënë kanë gjetë një mënyrë mos me të gënjy, me këtë mënyrë, domethënë kanë gjetë një mënyrë me të thonë të vërtetën pa gënjy, thjesht ta thonë me fjalë të tjera. Që është e njëjta gjë që ka bë historia, që kanë bë fete ndryshme, kanë bë pushtuesit gjithandej. I hiqnin fjalën siç e quajnë banorët dhe fenomenin ose vendin ku kanë shkel. Domethënë i hiqnin fjalët, digjnin historinë e vjetër, vrisnin gjithë njerëzit dhe pastaj i quanin diçka tjetër. Dhe njerëzit që lindin nga tani tuti e din kështu. Kjo është një taktikë shumë e vjetër që sot e bëjnë në mënyrë digjitale përmes televizorit. Që të mos kesh merak se të spionojnë gjatë gjithë kohës, që qeveria po të spionon gjatë gjithë kohës, e quajtën vrojtim për qëllim të mirë për ty, për të siguruar mbrojtjen tënde. Në klapa ata dinë që ngjyra i ke mbathjet gjatë gjithë kohës, por nuk e quajmë spionim këtë gjë, sa shumë. Duhet ta lehtësojmë çik. Kur janë dakord me çfarë thu, nuk duan më quajtë që po të mbyllin gojën, e quajnë censurim. E quajnë moderim ose community guidelines, siç quhet në rrjetet sociale kohët e fundit. Është mbyllje goje, është mungesë e fjalës lirë. Por po e quajmë ndryshe. A ju ka pyet njeria, duhet ta quajmë letrën higjienike, letër higjienike. Gjitha letrat janë higjienike. Qëllimi i letrave që përdoren për të fshi janë higjienike. Domethënë mund ta quajmë fare mirë letër tualeti, që është një mënyrë për ta shpjeguar se çfarë është, por e quajmë letër higjienike. Në të njëjtën emër mund të quajë letrën e kuzhinës. Ti nuk e marr pjesë në vendim. Kjo mënyrë për ta quajtur diçka shkakton konfuzion. Personi që masa po e dëgjon për herë të parë, masa nuk e di çfarë do të thonë letër higjienike. Masa nuk di shqip. Kështu që ai nuk e kupton, shkakton konfuzion, shkakton shkëputje nga vetë esenca pas fjalës. Fjala është e shkruar, por ka edhe një esencë, diçka që supozohet të të bëj ta ndjesh, ta shprehesh ose ta dëgjoj thellë në trupin e tij, ose ta kuptoj ai që e dëgjon. Në fakt është bërë thjesht një marrëdhënie thuj dëgjoj. Është thjesht një fjalë, shkëput komplet konceptin ose lidhjen trupore dhe mendore me atë që po thu. Thjesht po flasim me njëri tjetrin. Robotizim në thonjza. Në tjetër mënyrë se si kanë ndryshuar konceptin e letrës higjienike, domethënë ju kanë bërë me shumë gjëra më të rëndësishme, si për shembull i quajnë dikur demon dhe tani i quajnë zëra në tru. Dhe fjala demon u bë besim fetar, megjithëse po flasim për të njëjtin gjë. Ai që të kuron nuk është më prifti, është psikologu dhe mund të marrë një diplomë për atë punë, por priftin e quajmë besim fetar, megjithëse janë në njëjta gjë. Dhe ekzorcizmin, pastrimin nga demonët e quajmë hipnozë. Tani e tutje. Të njëjtën gjë e quajmë me dy fjalë të ndryshme, njëra është besim fetar, tjetra është gjë e faktuar dhe mund të marrim diplomë për ta praktikuar këtë profesion. E kuptoni sa fuqi kanë thjesht me faktin që kanë pushtuar diku dhe vendosen me e quajtur diçka tjetër. Kjo është diçka që po bëhet me gjuhën angleze konstantisht, me gjuhën e internetit, me gjuhën që merremi vesh në mënyrë universale, që askush kanë nuk e vendosi këtë gjë. Thjesht gjuha e përbashkët e jona. Anglishtja ndryshon gjatë gjithë kohës, sepse po mundohen të fshehin gjithmonë më tej për të vërtetë. Kur nuk janë dakord siç thash, ju quajnë censurim dhe diçka që e përdorin si justifikim është që mund të lëndojë ndjenjat të dikujt tjetër. Kështu që për shkak të kësaj duhet ta censurojmë atë që po thutim. E para një herë pas kemi ligje që kujdesen për ndjenjat e njerëzve, për faktin që nuk duhet bullizohen ca njerëz. Mendoni se jemi të zhvilluar mjaftueshëm për të pas kështu lloj ligjesh? Mendoni se i intereson ligjet për ju? Domethënë intereso ka mjaftueshëm shtetit dhe ligjit dhe kushtetutës për ndjenjat e tua që ti të mos bullizohesh, por nuk të ka vua akoma ligj që ti të kesh strehi për shembull. Të kesh një strehim, të kesh bukë dhe ujë 24 orë në ditë. Pa bukë dhe ujë ti vdes, nëse bullizohesh dhe të lëndohen ndjenjat ti nuk vdes. Kështu që më vërtet i plas ka shtetit për ty apo po shtyn diçka tjetër dhe po të përdorin ty me shty, duke i mbrojt këto lloj kauzash. Kujt i plasi? Kujt i plasi për ndjenjat e dikujt? Nuk është më rëndësishme të kujdesemi për gjërat më të rëndësishme në fillim, si për shembull kriminaliteti, duhet vendosim ligje për ndjenjat e njerëzve. Mali i plerave është një shembull perfekt, domethënë, që më bën të vë durët në kokë. Mali i plerave quhet landfill, që e bën bisedën shumë intelektuale, domethënë sa ishte zmadhu, ishte rritur 32% në mas mali ose landfilli i Filanveni. Sa bisedë intelektuale. Është një mal me plera. Është rrit me 1/3 mali i plerave, ku do i çojmë plerat. Jo, do i çojmë landfilli, sepse është e kuptoni besoj për çfarë bëjnë këtë gjë.
është e pabesueshme, domethënë. Thelbi është që kjo është një mënyrë për të heq kuptimin e fjalëve, siç e thash, është një mënyrë për të heq shpirtin nga ajo që po thu. Shpreha e zgjatur në përgjithësi, se për shembull ta quajmë një situatë emergjence, në vend që ta quajmë thjesht emergjencë. Gjithçka është një situatë në të cilën je. Duhet ta quajmë situatë emergjence. Kjo është një zgjatje. Zgjatjet shkaktojnë robotizim, shkaktojnë shkëputje shpirti nga ajo që po thu, dhe sidomos ai që e dëgjon, nuk e kupton ashtu si po ja thu, nuk e ndjen atë që do më shprehti, thjesht e dëgjon. Zgjatja është diçka që mund ta marrim shembull perfekt mes ndryshimit mes dialektit geg dhe dialektit tosk. Më dhoni shembull fjala nan, që është në dialektin geg është thjesht n me 3 shkronja pa ë në fund, ashtu thuhet, është një mënyrë për ta thënë dhe tash e ke të kryme. Ke mbaru punën me fjalën, nuk ka zgjatje, është më e ndjer. Nëse e kuptoni thelbin asaj që do të them, nuk ka racizëm, nuk po bëj diferencime mes gegëve dhe toskëve, thjesht dialektit. Në toskërisht është n. Theksi vjet të janë në fund, që nuk ekziston fare të dialekti geg, kështu që shkakton zgjatje, shkakton që i bie bishti, zgjatimi ndodh dhe pastaj i bie intonacioni, ndërkohë që e thon në ka një zgjatje aty, të heq shpirtin nga fjala që po thu, dhe fjala nan është shumë e rëndësishme, duhet të ketë pak shpirt brenda. Me këtë mënyrë, domethënë i bën robot të gjithë. Nëse flasim të gjithë kështu, jemi të gjithë robot, nuk kemi ndjenja, nuk kemi të sinqert me njëri tjetrin. Ky është hapi i parë për t'i bëj gjithë botën budallëq, që të ngelim vetëm ne të zgjut. Duhet t'i bëjmë njerëzit të kenë një mënyrë tjetër të shprehurit, qoftë në mendjen e tyre një herë. Duhet të sigurohen që ato të ndihen keq kur e thon gjën brutale. Duhet të sigurohemi që në mendjen e tyre ato ta kenë të lehtësuar gjuhën që përdorim. Dhe kështu me sukses i kemi kthyer gjithë në robota. Ky është hapi i parë. Lini komente, kuptoj si u duket si plan. Hapi i dytë, më e rëndësishme, është liria e fjalës, që në vende demokratike, më thonë zasi Joni, ka një iluzion sikur ekziston. Dhe ekziston, domethënë jemi të lirë të flasim, liria e fjalës, po që ka ca gjëra që ndalohen me ligj. Më dhoni shembull, një nga gjërat që i bashkon shokët, grupet e çunave që të vegjël, që kalojnë gjithë jetën si shok bashkë me njëri tjetrin, një nga gjërat që i bashkon më tepër është brutaliteti dhe fakti që bullizojnë njëri tjetrin. Gjithë grupet e çunave kanë nicknames. Dikush quhet Bjondi, Xhuxhi, kupton Boli, gjëra të tilla. Këto janë të vërteta. Nëse Bjondi është Bjond dhe po e quajmë Bjondi, ose Boli është i shëndosh dhe pra ne po e quajmë Boli, kjo është një mënyrë për të thënë të vërtetën. Është brutale, por është e vërteta. Që shkakton që çunat të jenë të sinqert me njëri tjetrin. Në momentin kur vihet nickname ose nëse përsëritet në formë bullizimi 7 herë në ditë, ka një sherr, zgjat 2 ditë, zgjat 2 orë, mas edhe pastaj pinë kafe me njëri tjetrin. Sherri ka kalu, miqësia është bërë më e fortë. Brutaliteti nuk është i keq. Është thjesht brutal, por është mënyrë për të thënë vërtetën. Pra duke ja u heq këtë gjë, e para herë ju kanë ndaluar së paturi shok të mirë. Dhe e dyta kanë gjetë mënyrë për të fshehtë vërtetën, domethënë, siç folëm më parë. Rasti perfekt i kësaj, se nuk është vetëm te mënyra se si ndërtohen shoqëritë, siç folëm është përdoret në gjeopolitik mbarbotrore, domethënë. Është diçka që është ndaluar me ligj në shumë shtete që do ja përmend, që është mohimi i Holokaustit. Që është të mohosh sidomos në televizor, po edhe në jetë private, është ndaluar me ligj në disa shtete të mohosh që ka ndodhur Holokaust ndaj çufave në luftën e dytë botërore nga Gjermania. Është ndaluar me ligj ta thush këtë gjë. Po ju them shtetet njerëz janë shumë më tepër se ç'mendoni, besojeni ose jo, domethënë shtetet janë Austria, Belgjika, Kanadaja, Republika Çeke, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, vetë Izraeli, Italia, Liechtensteini, Lituania, Luksemburgu, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, Slovakia, Zvicra, Ukraina, Hollanda. Janë shumë më tepër se ç'mendoni. Ka një ligj specifik që të ndalon se thënuri diçka, se mohuari këtë gjë. Thelbi është që çrënci ka, kujt i plasi. Ka serb që thonë që nuk është gjenocid ajo që ka ndodhur në Kosovë. Ka edhe njerëz në parlamentin tonë që e thonë këtë gjë. Tash çrënci ka nëse është ajo që mendon ti. Se ka serb që thonë që Skënderbeu është shqiptar, kanë ca gjëra, domethënë kanë ca dokumenta të vjetra që mund të jenë falso, mund të jenë edhe të vërteta, e kupton? Këto e thonë, po historia nuk e pranon. Ka shqiptarë që thonë që Aleksandri i Madh është shqiptar dhe jo Maqedonas. Nuk e pranon historia, ka gjëra ku e bazojmë. Mund të flasim për këtë. Nuk është e paligjshme mos më e thon këtë gjë. Është mendimi im. Nëse një grek del e thotë që nuk kanë bëj gjenocid në Çamëri, a ka rëndësi që e tha këtë gjë? Jemi me nerva, jemi të lënduar që e tha, duam me rraf që e tha. Po tash nuk është e paligjshme, sepse është thjesht opinioni jot, njerëzit mund të thonë çfarë duan, nuk është se ndryshon historia. Kështu që pse është e paligjshme të mohosh Holokaustin?
Kujt i plasi se çfarë mendojnë njerëzit, se çfarë muhabetash bëjnë njerëzit, nëse historianët nuk do e marrin për bazë. Nuk të bën të mendosh, nuk të bën ta gudulisësh pak trurën e thosh pse është e palishme kjo gjë. Në 20-30 shtete sa ju përmena? Se ka mundësi, ë? Nuk lejohen paragjykimet me ligj, prap flasim, ndaj racës, gjinisë, seksualitetit, moshës, shtetësisë dhe kriminalitetit më përparshëm. Pra nuk lejohet më thonë gjërat ashtu siç janë. Nuk lejohet të paragjykojmë njerëzit, megjithëse një nga gjërat më të pjesët më të mëdha dhe më të rëndësishme të trurit ton quhet pattern recognition, me pa patterns, që është një mënyrë e kemi në trurin ton për shkak të evolucionit, sepse kemi qenë kafsh, supozimisht, sipas teorisë evolucionit, dhe te bari, me thon shkurt, mund të ketë një tigër, dhe ti duhet të shohësh patterns, edhe potencialisht mundësisht kesh sy me pa tigrin para se ta tregoj veten, se nëse e tregon veten mund të jetë shumë vonë, tash i të vrau. Kështu që pattern recognition është arsye pse jemi gjallë, mund të argumentohet. Por të thoni njëroje këtë gjë sepse lëndohen ndjenjat e një race tjetër, e një shtetësie tjetër, e një gjinie tjetër, e një seksualiteti tjetër. Është pjesë e trurit tuaj, është arsye pse jemi gjallë dhe kemi evolu. Por të thonë ta injorosh. Nuk lejohet me i thënë gjërat siç janë, është e palishme. Justifikimi është mos me lëndu ndjenjat e njerëzve, siç folëm, nuk ka ligje që të japin strahim ose që të japin bukë dhe ujë, po të ka ligje që i plas për ndjenjat e juaja, me sa duket. Mendoni, përdorni trurin. Dhe nëse të lëndohen ndjenjat nuk vdes. Siç thash, domethënë, nuk ndodh gjë, duhet merremi me problemet e rëndësishme një herë. Njerëzit e vlerësojnë sinqeritetin me njëri tjetrin. Siç u tham, kjo është arsye si ndërtohen miqësitë, nuk do jenë njerëzit të avë 2-3 breza më vonë të ndërtojnë miqësi, siç e kemi pas ne. Do jenë të distancuar nga njëri tjetri, do jenë thjesht shok sepse kanë diçka të përbashkët, sepse bëjnë diçka të përbashkët, nuk do jenë më kurrë shok jete, siç jemi qenë ne, brezi im dhe më përpara. Kam dyshime se kjo gjë do ndodhi. E dyta përmes kësaj, domethënë e para ju ndalojnë së paturi lidhje ndërnjerëzore emocionale me njëri tjetrin, së paturi shok të vërtetë. E dyta ju ndalojnë të vërtetën. Për mënyra obvious, domethënë. Opinioni im është që asnjë fëmijë që le të themi një opinion që nuk lejohet ta themi. Domethënë opinioni im është që asnjë fëmijë, le të themi 5 vjeç, nuk e di se mund të jem ti përkas një gjinie tjetër. Siç po bëhet moderne kohët e sotme. Nuk do ndodhte kjo gjë me asnjë fëmijë, do ndodhte shumë më tepër me fëmijë që thon jam Spider-Man-i, sesa do ndodhte kjo. Kjo nuk e bën fëmijën Spider-Man-i, vetëm sa e tha. Kjo gjë nuk do merri kurrë seriozisht, përveç se nëse nuk do vinte një i rritur pervers, t'ia fuste fëmijës mendje këto gjëna. Ky është opinioni im. Është liria e fjalës që pretendojmë sikur e kemi. Nëse e thot diku këtë, nëse e bën si deklarat, mund të futesh në telashe. Në vende europiane, shpresoj mos të jetë këtu. Është thjesht opinioni im. Pas ka diçka gabim me thon këtë opinion? Jeni dakord me këtë opinion që sapo ju thash? Është mënyrë brutale për ta thënë, po është e vërteta. Është gabim në gjithë Europën, domethënë, që është fakt, më ju thon një rast tjetër që është fakt që raca të caktuara ose nënshtetësi të caktuara që kanë ardhur në Europë, që janë minoritet, në klapa janë pak, bëjnë përqindje krijime shumë më të mëdha në krahasim me popullatën vendase. Këto njerëzit që kanë ardhur në Europë bëjnë përqindje më të madhe të krimeve se popullata vendase, megjithëse janë shumë më pak njerëz në total. Por nuk lejohet të paragjykojmë këto njerëz. Unë do thoja, nuk po i paragjykojmë, po i gjykojmë. Nuk mund mos bëjmë generalizime, sepse po flasim për çështje mbijetese, siç folim pattern recognition është diçka që na ka bërë të mbijetojmë. Është mënyra si jemi gjallë tani, dhe po thoni ignorojeni, sepse nuk duan që të jeni gjallë. Luani ose tigri që ishte të bari tani është kriminali, po tash është e palishme të paragjykojmë kriminalin. Një nga gjërat më të rëndësishme është që duhet diplomë me u quajtur ekspert për çdo gjë. Askush nuk mund të jetë gjitholog kohët e sotme, thjesht marri vesh nga gjëna, sepse i mëson gjërat dhe i kupton me trurin e vet, në mënyrë bazike dhe brutale. Askush nuk mund të quhet gjitholog ose njeri i ditur, nëse nuk ka të gjitha diplomat. Në llogarit, kjo është bota ku jetojmë sot e kësaj dite. Kjo është një mënyrë me i mbyll gojën të gjithë njerëzve, sepse nuk lejohet me ligj me dhënë këshilla mjekësore, sepse ti nuk je doktor. Nuk lejohet me dhënë këshilla ligjore, sepse ti nuk je avokat. Të duhet një shkollë patjetër, të duhet konfirmimi i dikujt tjetër që mund të jetë depresiv nga jeta, nuk kualifikohet me dhënë vendimin për jetën tënde, por të duhet gjithsesi, ndryshe të fusin në burg, sepse the opinionin tënd, nuk je ekspert, nuk lejohet ta thush opinionin tënd. Kjo është një nga gjërat më të këqija kohës sotme. Kush nga ju, si pyetje, domethënë për të mbyllur pikën 2, kush nga ju e ka gojën të shtetit?
Cilit nga ju ja ka dhënë shteti, kryeministri gojën? Domethënë, ja keni gjë gojën borxh shtetit apo ju ja ka dhënë mami kur ju lindi ose zoti, mund të argumentohet. Kujt ja keni borxh gojën ose më? A mendoni me vërtet se këto censura të gojës ju vjen sepse shteti i plas për ndjenjat e juaja? Apo po mundon me ju mbajt budallëj, le të themi të vullnetshëm, nga mungesa e sinqeritetit që nuk do bëhemi më kurrë bashk për shkak të kësaj. Cili është qëllimi? Mendoni se i plas shtetit? Kjo është pika 2, dhe më së rëndësishmja. Si pikë e tretë tani, është një film shumë i bukur që ju sugjeroj të gjithë ta shihni, që quhet Idiokracia. Ky film me të njëjtin titull, domethënë mund ta quajmë hapin e tretë dhe final Idiokracia. Ishte një film i bukur që dikush udhëton pa dashje në të ardhmen dhe shef që njerëzit që kanë shumë më të trash në të ardhmen, kur ai priste të gjente më të zgjut, domethënë. Ju sugjeroj të gjithëve ta shihni këtë gjë. Ai film supozohet ose parashikimin e bëri që kjo gjë, ky fenomen që ne do bëhemi gjithmonë më budallë, do ndodha nga viti 2500. Askush që e ka pa atë film përveç përfshi dhe mua, domethënë nuk e pristim fare që të ndodhte në 2030-ën Idiokracia dhe mos ndodhte në 2500-ën. Si shembull, më u dhëni shembull, domethënë dikur shkencëtarët ishin njerëz të famshëm ose me vlerë që dëgjohen, celebrities ishin shkencëtarët, sepse njerëzit merrnin vesh çfarë thonin shkencëtarët. Sot janë këngëtarët dhe aktorët. Kjo ka ndryshuar 80 vitet e fundit. Një shembull, kërkojeni ku dojni këtë dokumentin. Domethënë Gjermania naziste ka bë testa IQ të ushtarët dhe vet, dhe ushtari normal, average gjerman e kishte IQ-n 140. 160 supozohet ta ketë pas Einstein i vet. Un kam bërë një test IQ-je vet, domethënë del diku te 120, 122 sot kësaj dite. 140 ushtari normal, ushtari average. Imagjino shkencëtari i Gjermanisë naziste, imagjino liderët e shtetit. Domethënë nuk ka pse të jetë i Gjermanisë, mund të flasim Francën, në asaj kohë mund të flasim Spanjën, vet popullin amerikan, që kanë qenë shumë më të zgjuar se që janë tani, sot janë pa shpirt fare. Njeriu normal që shkon te ushtar e ka pas IQ-n 140, që është shumë më tepër se le të themi njerëzit më aristokrat edhe njerëzit më intelektual të kohës sotme, do thoya politikanët, vet njerëzit të shkollum, vet njerëzit që janë intelektual. Profesorët e shkollave, domethënë masë shkencëtarët. Një ushtar ka pas IQ më të lartë se njerëzit më të rëndësishëm dhe më të zgjuar sot të kësaj dite. Njeriu normal ishte gjeni me krahasu me njeriu normal sot, domethënë. Për ne të famshëm ishin të zgjuarit. Njeriu normal merrte vesh shumë më tepër. Diçka ndodhte, si për shembull diçka të re që zbuloi Einsteini. Kjo dilte në gazetë, dilte në televizor, është gjë tema e ditës tani. Pse? Sepse populli ka interes në masë me i dëgju këtë gjëra, sepse i merr vesh këtë gjëra. Tani ndodh anasjellta, tani ndodh një koncert, bëhet ose sidomos botërori. Bëhet tema e ditës që flet gjithë bota, një zbulim shkencor, një temë e re, domethënë diçka e re shkencore që do IQ të lartë, kjo nuk shpërndahet. Shpërndahet, po ka audiencë shumë më të ulët, sepse IQ-ja e njerëzve dhe gjërat që shohin është shumë më ulët, domethënë. Sot promovojnë njerëzit pa tru, me justifikim që janë komedian, domethënë, dhe njerëzit kanë harruar çfarë është efekti majmun, me u kujtu. Ka pas një çift, që nuk e mbaj mend emrin, tash mund t'i vënë në ekran. Ka qenë një çift psikologësh që me thon shkurt kishin një fëmijë të vogël, një çun porsalindur, dhe këto vendosen me që merreshin me studime majmunesh, me shimpanze, morën një majmun të porsalindur dhe vendosen me arrit bashkë me kalamanin e tyre. Hajde ta shohim se sa i zgjut mund bëhet majmuni. Ide geniale, po ta mendosh, e kupton? Ky eksperiment zgjati 8 muaj dhe pastaj ato e ndërprejnë, se me ra shkurt këto prisnin që majmunit ishte bëj gjeni, sepse po rritet me një beb ndërkohë moshatar nga prindër njerëz. Majmuni supozohet ishte bëj gjeni, i mësoi ca fjalë më tepër, ecte me trupin drejt, domethënë kuptonte fjalë anglisht, po që kjo është diçka që pritet nga majmunët, nuk janë patru, thjesht nuk janë njerëz. Kjo është diçka që pritet, nuk patën rezultate shumë të larta me bërjen e majmunit të zgjuar. Qa ndodhi që surprizoi gjithë botën dhe mori dhënë ky lajm, të paktën për një vit kur ka ndodhur, është që fëmia e tyre filloi të binte IQ-ja. Në moshën 8 mujore fëmia e tyre filloi të ecte me 4 kom, domethënë rrifte gjoksin, duke pa se i tregonin dhe kështu pa rrisnin dhe me ca video, domethënë majmune. Fëmia e tyre rrifte gjoksin dhe filloi të komunikonte para se të fliste fjalë njerëzore, filloi të fliste me u a. Dhe këto u detyruan të ndërprisnin studimin, sepse kishin frikë se mos na ngel kalamani i prapambetur. Shkurt është shqip, domethënë më thuj me kërrit të them se kush je ose gjeje shokun më të mirë se vetja. Këtë shprehje që ti ka thënë plaka shumë kohë më parë, domethënë. Nëse ndodh kjo gjë, sot e kësaj dite, domethënë majmuni është nga ana tjetër e ekranit, që ai që ju jep tekstet e këngëve. Nëse i shihni tekstet e këngëve, dikur kanë qenë shumë të thelluara,
Nuk mund bëshin me ChatGPT brenda një nate, se kohët e sotme. Këngët ishin më të thellume, ka diçka të fshehur prapa këngës, domethënë ka diçka që duhet mendosh, ta dëgjosh 47 herë këngën, pastaj ta kuptosh se çka ka dashur me thonë autori. Sot këngët sot me janë gang. Besoj e kuptoni çfarë do të them. Maimuni sot e kësaj dite është përtej televizorit dhe maimuni nuk mund bëhet më i zgjut. Siç vërtetoi eksperimenti efekti majmun që mund ta kërkoni. Njeriu ose bebi që e shef këtë majmunin bëhet më idiot. Ndërkohë, ky është efekti. Ai është përtej televizorit, nuk mund t'i jepni nga zgjuarësia juaj. Ai thjesht po ju jep nga budalliku i vet. Prandaj kemi EQ shumë të ulët. Në të ardhmen, sipas filmit Idiokraci të paktën, mund të pritet seriozisht që të vendosim një prostitut si president. Në postin më të lartë ose si kryeministe mund vendosim literalisht një prostitut, sepse kjo është ajo që sjell idiokracia, sipas filmit, dhe është ajo që po ndodh. A do jeni dakord që nëse ndodh tani që një person që punon prostitut të vihet në postin e presidentit ose të kryeministrit? Mase jo, mase nuk jemi në atë nivel idiokracie akoma. Ka ca nga ju që po, ju garantoj, shife personin që keni të majt ose në të djathtë. Një nga ato do pranoj, thjesht sepse në qoftë se i japim votat tona, ajo premtoj që do na çojë nga i video privat të gjithëve. Në qoftë se dikush e thot në fushat këtë, ju garantoj që janë 10.000 vota i merr. Kështu që mendoni për 3-4 brezë në të ardhmen. Kjo është rruga ku po shkojmë, domethënë. Diçka që po ndodh paralelisht me internetin është budalliku masiv në njerëz. Thjesht nuk e kanë bërë këtë studim ose nuk kanë kaluar akoma 100 vjet që ta bëjnë këtë studim, varet se duan më e bë ose s'duan më e bë. Po që po shtyhet budalliku masiv në njerëz. Epoka e internetit ka sjell njerëz genial dhe më të zgjut se kur, sepse i kanë informacionet në internet, i lexojnë, i mësojnë, shohin pastaj hapi i tretë, shohin përtej asaj që thjesht po na thuhet dhe gjejnë të vërtetën totale, që është mbrapa mesazheve që edhe po na fshihen. Ka pastaj një sektor tjetër që është shumë më i madh njerëzve që në epokën e internetit, për shkak se i kanë gjithë informacionet në internet, bëhen budallë. Në të njëjtat rrethana me njerëzit që u bën genial, bëhen budallë, sepse i kanë gjitha informacionet në internet. Kjo është diçka që mund ta keni ndjedhur në shkollë. Sidomos nëse jeni rrit pas telefonave me touch, pas faktit që e keni Wikipedian, e keni ChatGPT në telefon. Ju e ndjeni të panevojshme me mbajt mend se ku është ngushtica e Hormuzit. E keni të panevojshme sepse në çdo moment mund ndezesh internetin dhe ta gjesh ku është. Kështu që nuk e mban mend. Kështu që epoka e internetit po na shkakton një budallepsie në masë, domethënë. Siç u thash, ka njerëz që e përdorin këtë gjë, që bëhen genial dhe i fusin gjitha gjërat në tru, ka njerëz që nuk e përdorin fare, sepse i kanë në telefon gjatë gjithë kohës. Dhe harroni me mendu që është thjesht një spin. Çfarë ndodh nëse interneti fiket një ditë? Sa nga ju dini me ndez një zjarr? Sa nga ju dini se si me bë llaçin e tullave? Kuptoni çfarë do të them? 70% ose 75% e historisë së shkruar është shkruar në internet dhe do zhdukej bashkë me heqjen e prizës. 99 masa më tepër % e lekëve janë online. Kështu që i zhduken me heqjen e prizës. Gjëra shumë të këqija ndodhin nëse heqin prizën e internetit. Shumica e njerëzve nuk e mendojnë këtë gjë. Thjesht vazhdojnë dhe dëgjojnë koncertet në masë që bëhen. Kjo është situata në cilën jemi, domethënë. Shumica e njerëzve me siguri besojnë ose mezi presin, le të themi, shumica e njerëzve mezi presin të mbaroj shkollën, që pastaj mos të më duhet të mësoj gjë më. Kjo është mënyra si funksionon shumica e trurive të njerëzve së kësaj dite. Kjo është arsye pse ju kanë bërë shkollën makabër, që ju të mësoni me zor këtë që ju themi dhe pastaj të keni paranoja nga mësimi i gjërave të tjera. Kjo është arsye pse ja kanë bërë shkollën ashtu. Kështu që ky është hapi i tretë. Hapi i tretë është idiokracia. Ti bëjmë njerëzit që të mos kenë dëshirë ose të mos kenë arsye për të mësuar gjëra. Dhe me kalimin e kohës, ne supozohet të ecim në mënyrë lineare ose eksponenciale, të bëhemi gjithmonë më të zgjuar me kalimin e kohës. Për herë të parë, po bëhemi më budallë. Në tabelën e evolucionit kjo duhet të jetë e pamundur dhe u bë mundur përmes internetit. Kështu që ky është hapi i fundit, domethënë, hapi i fundit quhet idiokracia. Si u duket plani? Nëse shtrëmbrojmë të vërtetën, domethënë, duke i vënë emra të tjerë gjërave, dhe nëse e bëjmë nganjëherë të palishme me thënë të vërtetën, dhe nëse i shtym njerëzve gjëra pa vlerë në mendje në vend të vërtetës. A ja kemi dalë me i bë njerëzit budallë? Si mendoni? Lini komente, e kupton? Çfarë tjetër mund t'i quajmë një grup shumë të madh njerëzish që besojnë kolektivisht mashtrime pa i kundërshtuar, pa pas ndonjëherë tru që duhet t'i kundërshtojnë, pa i shkon ndonjëherë mendje që mund t'i kundërshtojnë, pa vetë besim, pa vetë gjykim. Gjysma e njerëzve as nuk e kanë mendjen me i bë këtë pyetje dhe thjesht shqetësohen dhe mbulojnë mendjen e tyre me faktin që ka filluar botrori. Nëse i vëmë këto tre plane në zbatim, mendoni se ja kemi dalë? Nëse si ka bë dikush tjetër, sigurisht. Mendoni se ja kemi dalë? Po i bë gjithë botën budallë?
Filmi Idiokraci, siç e thashë, parashikoj në 2500-ën, jo 2030-ën, po që po ndodh tash, ka ndodhur që në ditën që është vu filmi, edhe më thonë dhe i pjesë fundit, domethënë dikush nga ne ose dikush sot quhet i zgjut, le ta quajmë, nëse ka një fjalor të pasur dhe di të shprehet dhe të artikulohet në një mënyrë që shumica e njerëzve do të quhenin intelektual dhe shumë kollare. Po mendo, jam dakord domethënë, nëse ke një fjalor shumë të pasur ti je i zgjut, dukesh që ke studiu, ke informacion brenda mendje, por më u dhoni shembull, a do ja shpjegoje Pitagorën majmunit, ti që po e dëgjon këtë video, do ja shpjegoje teorinë e Pitagorës majmunit o plak? Mendoje këtë gjë, a kupton? Është thjesht nëse ti me vërtet njeri vet dhe ai është majmun, ai nuk kupton, nuk ka për të kuptuar ndonjëherë. Një 10 fjalë njerëzore i mban mend, kështu që duhet të flasësh shumë thjesht që ai të kuptoj, nëse je ti njeri. Kështu që mendo tash sikur je ti majmuni. Mendoj që njeriu ka të radhësh një politikan, një person shumë kollare, një person që supozimisht di shumë më tepër se ti. Çfarë gjuhë do i flisje ti majmunit? Me gjuhë të thjeshtë, nëse do të kuptoj. Si ka mundësi që këto lloj njerëzish na flasin me gjuhë të pakuptueshme ose me fjalor shumë të pasuruar? Çfarë tregon kjo? Nëse një nga këto politikanë do ishte me vërtet njeri, do thjeshtëzoi, do ta thonte me gjuhë të thjeshtë, njësoj si strategji që do përdorje ti me majmunin. Kjo është thelbi. Këto njerëz këto politikanë nuk janë njerëz, janë majmun për vete. Për çfarë arsye tjetër do e shpreje diçka në një mënyrë me qëllim që mos të kuptojë njeri. Kur flet ti do të kuptojnë. Politikanët duan që mos ta kuptosh. Politikanët po mundohen të shpjegojnë Pitagorën majmunit në këtë rast. Kështu që cila është arsyeja që do më bësh sikur je i zgjut, domethënë, mos nga që je majmun për vete, mos nga që nuk je njeri për vete. Prostituta është një pushtet që tashi, dashur miq, nuk do ndodhi në të ardhmen. Prostituta është tani në pushtet. Siç u thash, filmi e parashikojnë 2500-ën. Situata e Idiokracisë, që ju sugjeroj shumë ta shihni si film, është duke ndodhur tani. Prostituta është në pushtet tani. Dhe më kaq natën e mirë. Më thoni nëse keni ndërmend ta vëmë zbatim planin.